për 5 vite në Kosovë kjo do të ishte ngritja e 4 e çmimit, do të 4 herë ngritja e çmimit të energjisë elektrike, dhe kjo është ngritje nga një imponim i importit. Domethënë nuk është ngritje pse kemi investuar në kapacitetet gjeneruese të energjisë elektrike, e tash si popull duhet me pagu qatë kostot investimit të gjenerimit këtu. Çka do që është ajo? Burimet 3x3, burimet gasit, çka do që do të ishte që do të prodhohen në Kosovë dhe ne do të paguanim një kost të shtesë, mund të arsyetohet se ne në afat gjatë po sigurojmë energji të qëndrueshme për Kosovën. Këto janë veprime ad hoc, arbitrare, për shkak të temperaturave të ulta jashtë, importi rritet, Kosova nuk ka rrit asnjë kilovator me shtu në gjenerim, rrjedhimisht ky është dështim i qeverisë. Ky nuk është dështim i Kecit, as i Zërrejës. Është gabim fatal nëse kësaj radhe nuk shkohet në adresën e duhur të asaj se kush e ka ngrit çmimin e energjisë elektrike. Qytetarët duhet ta dinë qartë që ka një komision parlamentar i cili bashkë me qeverinë, ekzekutivin, këtë rast ministrin Rizvanolli dhe kryeministrin Kurti, që diskutojnë edhe planifikojnë të gjitha aspektet e furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Nuk e rrit çmimin Keci, as Zërreja. Këto janë pasoja të mosveprimit të qeverisë edhe të një situate e cila krijohet siç është tani, kur Kosova nuk ka energji të mjaftueshme. Çfarë duhet të bëhet? Nuk duhet përkrahur protestat e manipuluara nga Kurti. Sepse kjo është humbje e energjisë. E kemi pa herën e kaluar, një torte të Zërreja, 2-3 protestat drejt zyrës së Zërrejës, dhe kjo është një farë zbrazje e ventilit frustrimit social në drejtimin e duhur. Protestat qytetare, protestat e partive politike opozitare, nëse e kanë seriozisht, duhet janë të orientuara te qeveria, sepse qeveria është fajtori i mungesës së strategjisë dhe veprimeve të duhura adekuate për furnizim me energji elektrike në mënyrë të rregullt dhe me mbajtje të çmimit në nivelin e kostove çfarë i kanë edhe vendet e rajonit, por edhe ne këtu sipas të ardhurave që kemi. Situata është shumë e rëndë, njerëzve janë duke u rritur faturat edhe përtej asaj që kanë shpenzuar me kostën të cilën e kanë pas një vit më parë në krahasim, një rritje të mundshme të paralajmëruar me 21%, unë jam i bindur që sado që kjo po bëhet rreth kohës pranverës kur fillon të bie konsumi, sepse kjo është taktika, djalli, që kur po bie konsumi po rritet që vitin tjetër me harru se është rrit për 20% kur rritet prap konsumi, por unë mendoj që qytetarët janë më të mëshëm se kaq, sidomos ata të cilët për çdo muaj duhen dojnë një pjesë të madhe të pagës tyre për t'i paguar faturat, dhe po ju them, po ju los, me që ma keni dhënë mundësinë qytetarëve që të mos humbasin energji duke shkuar me protestu te Zërreja as te Keci, sepse ajo është furnizues edhe distribues. Keci shpërndan energji elektrike. Kostën e përcakton qeveria e Republikës Kosovës me veprim ose jo veprim të zhvillimit sektorit energjetik. Procesi dëmtum, jashtëzakonisht shumë, integriteti i votës, vullneti qytetar është i deformuar. Do të thotë në çfarë do lloj veprimi kjo do të shënohet si një prej pikave të zeza të sistemit elektoral edhe të nxjerrjes së vullnetit qytetar. Edhe unë mendoj që këtu ka punë jashtëzakonisht shumë. Prokuroria nuk guxojmë asnjë prej aktorëve politik, por edhe ata që kanë për detyrë zbatimin e ligjit që të përfundoj kjo në heshtje, sepse unë kam tërhequr vëmendjen edhe në të kaluarën që janë 3 fazat keqpërdorimit vullnetit qytetar. Një është blerja e votës para se qytetarët shkojnë tek kutitë e votimit, që bëhet kryesisht për njerëzve të partive politike që kanë mundësi financiare, por edhe mungesë integriteti si kandidat. Sepse brenda partive politike kjo çështje nuk diskutohet edhe nuk ndonjëherë ju shkon për shtati disa grupacioneve të fuqishme për brenda. E dyta është kontrolli i votës në momentin e hyrjes në qendrën e votimit,
ku komisioner njerëz të paguar të partive, rjete kriminale, orientojnë njerëz që nuk kanë idenë se për këtë votojnë, se ku do të votojnë, e kemi një numër të madh të njerëzve të cilët e kanë vullnetin, por nuk do të thotë që domosdoshmërisht e dinë pozicionin edhe votën e tyre. Dhe e treta është mandej këto makinacionet që këto dokumentohen, sepse janë të shkruara në letër. Por unë mendoj që dënimet duhet të jenë shumë të larta për ata të cilët kanë prekur qoftë edhe një votë vetme. Dhe këtu nuk duhet ndalur tek rrjeti kriminal, kushdo që janë ata, komisioner, vëzhgues, njerëz për brenda, por edhe të kandidatët të cilët kanë lidhë marrëveshje me të tillë në çfarëdo lloj transaksioni, qoftë direkt financiar, qoftë kontrata për përfitime në të ardhmen, këtu duhet pastrohet një herë për gjithmonë, sepse kjo nuk është demokraci. E as njerëzit që përfundojnë në Kuvendin e Republikës nuk janë njerëz që përfaqësojnë qytetarët, sepse e keni parasysh, sidomos legjislaturat e fundit, keni pas deputet të heshtur. Arsyeja pse ata heshtin është se aty janë nëpërmjet një rrugë të shkurtër kriminale dhe jo nëpërmjet marrëdhënies dhe sinqeritetit plot me qytetarët. KQZ-ja ka dështuar edhe një herë. KQZ-ja është e dështuar edhe për procesin e kontrollit të numërimit, mos flasim për kualitetin. Domethënë, kjo duhet i faturohet KQZ-s dhe duhet të rishikohet se është ky kompozicion i KQZ-s ai i cili më së miri e ruan përfaqësimin demokratik qytetarëve. Partitë politike po se po, do të thotë është niveli i një farë bashkëpunimi të heshtur drejt manipulimit votës, sepse e thash më herët ka interesa të ngushta dhe kjo është arsyeja pse jemi në këtë gjendje në cilën jemi si shtet, në gjendje të një demokracie me deficit të lartë dhe mungesë të plotë të debatit demokratik edhe në kuvend edhe në institucionet e duhura. Ato partitë të cilat kanë më së shumti kanë leju që më së shumti t'ju ndodh manipulim. Dini çfarë krimi është kur kolegu tënd me të cilën mendoni që jeni duhet mbrojt interesin e shtetit, interesin e qytetarëve, m'ia vjedh votën edhe m'ia kalu votën dikujt tjetër ose m'ia kalu votën vetes. Nuk ka krim më të madh. Kur e prek votën, nuk është më rëndësi cila parti është më rëndësi që njerëzit të cilët bëjnë një gjë të tillë, unë nuk kuptoj si është e mundur që ministri i mbrojtjes sot të jetë ministri i mbrojtjes nëse atij i janë mbartur votat si deputet. Nuk është më rëndësi si është emri i ministrit të mbrojtjes. Është më rëndësi që nuk mund t'i besosh integritetin e institucioneve njerëzve të cilët lejojnë që kolegu ti të vjedhen votat edhe t'i bartën atij. Unë nuk e di si është e mundur Kurti i cili ka gjujt Molotov në parlamentin e Kosovës me marrë me kaq lehtësi faktin që deformohet vullneti qytetar edhe demokracia në Kosovë. Do të thotë në rangun e përgjegjësisë, lëvizja vetëvendosi ka më shumë se është partia që ka marrë më shumë vota, edhe ka një numër të madh të njerëzve të cilëve ju është kaluar vota gjithashtu. Mandej vinë parti tjera të cilat janë më të vogla, por gjithashtu ky debat nuk duhet të vdes, as nuk duhet të jetë vetëm nëpër media, duhet të shtrihet në strukturat e partive politike që një herë për gjithmonë qartësohet situata, ku është meritokracia, pse propozohen njerëz në kryet listave në formën se si propozohen dhe nuk propozohen njerëz të cilët vërtet janë të dëshmuar që jo vetëm në karrierën e tyre profesionale janë të pastërt e me integritet, sepse kjo është demokracia. Ky është kuvendi i njerëzve me të pastër e me integritet, dhe pse në 10 listat e 10 përfshihen njerëz të caktuar të partive. Përndryshe nuk ka demokraci, përndryshe nuk ka ecje progresive përpara, sepse përfundojnë me njerëz që i kanë borxh dikujt. I kanë borxh atij të cilit i kanë bartur ose që i kanë futur mbrana 10 ose që ja ka ble vota diku. Cila parti mendoni se është më dëmtuara në këtë proces? Të gjitha. Në kuptimin real të funksionimit të demokracisë, në fakt i bën mos mu duk parti. Të gjitha. Është lëndu hapi i parë i hyrjes në përgjegjësinë publike e shtetërore. Do të gjitha, nuk mundet asnjë parti me qenë me
me faqe të bardhë sot në kuvendin e Republikës. Përveç nëse njerëz nuk kanë fare përgjegjësi e integritet, atëherë e bëjnë të vogël këtë çështje dhe mundohen me fut nën tepe. Po duhet të them që duke I fut gjërat nën tepe, duke qenë të heshtur edhe si shoqëni edhe si përfaqësues, na u ka bë varr ky tepi. Se gjithçka po fusim nën tepe. Asnjë gjë nuk po zgjidhet deri në fund kur po detektohet që në fakt është rruga drejt bllokimit të institucioneve edhe krijimit monopoleve nëpër gjitha sektorët, përfshi edhe në sektorin e bërjes së ligjeve.